nuk ka familje, nuk ka shtet, po punon atë familja. Nuk ka familje e cila ka u ngritë dhe u zhvillu nëse ka jetu në asistencë sociale. As në Kosovë, as në Gjermani dhe as në vend botës. Me mbjetu mund një ko, po mu zhvillu jo. Ai mundën me pas prej shtetit në ashtat garantum, vend e caktume, një minimum të ekzistencës. Po mu zhvillu së zhvillu. S'ka mujt me rrit pasurinë e vetë. Prandaj ne do të kryojmë kushte për punë dhe të punojnë shumë që sa ma pak njerëz me pas nevojë për asistenca sociale. Dhe du të më zhvillu ekonomia, du të më zhvillu sektori privat. Cilat ligje, cilat politika fiskale, çka ka bon pjesën financiare që gjatë vjetë. Le të ma thot dikush një ligj, një akt në ligjor që u merr në favor të bizneseve. Nuk do të me po biznesin veç si një vend ku ti mbledh taksa, po si një vend ku ti e përkra, ai rritet, përmes rritjes ti rritet edhe buxheti. Dhe as se ka bo reformen e pagesës të vëshës mbrendi. Tash po e premton. Ju e keni pas në program? Po le që kemi pas program. Po në mandatin e dytë si ministër ka kalu ligjin lexim parë, i ka kalu gjitha komisionet funksionale, kur ardhi lexim dytë, u shpërnda kuvendi, u kthym pikën zero. E kum me një grup deputetëve e kum riprocedu në kuvend, prej opozitës, as që ka marrë konsiderat, po ka refuzu.